as kryetari emëruar, as nënkryetarët dhe as drejtorët nuk po e menaxhojnë dot kryeqytetin, ku janë shtuar ndërprerjet e ujit, janë shtuar plerat dhe në rrugët qendrore bile është rikthyer papastërtia. Dikush po thotë që ndoshta kjo po bëhet edhe me qëllim. Por nëse flasim për qëllime, këtu bijem dakord se qeverisja e Tiranës nuk është të menaxhosh ndërmarrjen e gjelbrimit. Tirana kërkon drejtim dhe përfaqësim politik. Tirana si duhet rizjedhë në kryetarin e ri, ndërsa i vjetri duhet merret me drejtësinë. Dy diskutime duhet jenë ndara dhe vendimi i Tiranës në këtë pikë ishte politik. Dikujt ndoshta nuk i pëlqen, por jam i sigurt që për qytetarët ishte vendimi më i drejtë. Bile i vonuar, thon disa përfaqësues të opozitës se këtu kanë drejt. Ndoshta ndajemi tek arsyet. Unë flas si qytetar i Tiranës që nuk dua që qyteti im tashmë metropol të degradojë në mirëmbajtje. Ndërsa opozita, e cila mbajti 44 protesta poshtë bashkisë, disa prej cilave edhe shumë të dhunshme, mendojnë që Eron Veliaj, grupi 5D dhe incineratorët ishin kauza që duhet ta kishin larguar ato nga karriga e kryebashkiakut që para vitit 2023. Problemi ama që ka opozita nuk është Eron Veliaj. Kandidati i saj përballë tij në vitin 2023 humbi përballë tij me 57.000 vota diferencë, ndërsa me Lalin Burg në 11 maj, po në Bashkinë e Tiranës, diferenca e votave u zgjerua, shkoi në 59.000. Pra problemi i opozitës është që është e përçarë dhe për fat keq partia kryesore e saj, Partia Demokratike, dukshëm nuk është gati të fitojë një palë zgjedhje edhe me një kundërshtar si socialistën Tiranë me Eron Veliaj në Burg dhe me 10 vite, pra një dekadë të tërë në krye të pushtetit lokal. Por përse gjithë ky hezitim? Thuhet që po takohen dhe po flasin, por në kohë nuk duket se po ndryshon diçka, sepse në fakt emrat janë, nëse pyet qytetarët, ata e kanë dhënë vlerësimin e tyre për njerëzit e opozitës në Tiranë në 11 maj. Jorita Tabaku mbi 20.000 vota, Ilir Ali Mehmeti mbi 19.000, Agron Shea në Tiranë mbi 40.000 vota, Arlin Qorri mbi 20.000, Ende Shabani po ashtu. Nga ana cilësore dhe sasiore, ndryshe nga rangu kombëtar, opozita në Tiranë ka se çfarë ofron përballë kandidates së shpallur socialiste Ogerta Manasirliu, por jo. I vetmi vemër që është vetë ofruar është Edi Paloka, një politikan veteran që është përballjen politike si një betejë. Ai ofron sigurisht një humbje të sigurt në zgjedhjet e nëntorit, por leksioni që po jep Edi Paloka është për gjithë ata në opozitë që kanë marrë nga Partia Demokratike, që kanë marrë nga opozita, por që kur vjen momenti të japin diçka, kur i thret betejë, ata hezitojnë. Por si gjithmonë, problemi nuk është poshtë, por është në maj. Më i pa interesuar për këto zgjedhje duket Sali Berisha dhe byroja e tij politike. Përse? Sepse sot Berisha, Syri dhe Dirty Dozen e tij janë kthyer në mbrojtësit më të mëdhenj të Eron Veliajt. Pra ata që dogjën bashkinë deri para një viti, tani duan që Veliaj ta mbajë bashkinë me çdo kusht. Për këtë do flasim sonte. Sikla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Me mua sonte në program është Ilir Ali Mehmeti, kryetari i grupit Shqiptarëve Demokratë në Bashkinë e Këshillit të Bashkisë së Tiranës. Mirëmbrëma Ilir. Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Më votuar në Tiranë në 11 maj, në fakt në gjithë Shqipërinë me gati mbi 19.000 vota, apo nëse s'gaboj Ilir. 18.000 diçka. Po, gati diçka. Flokert Muça nga Lexo.al, mirëmbrëma Flokert. Faleminderit që më sot në Esi dhe Prisita Gjikon. Mirëmbrëma Prisita. Mirëmbrëma. Ilir, ju jeni një nga njerëzit më të votuar, thash në rang Shqipërie, jo thjesht në rang kryeqyteti. Emri juaj sigurisht është pothuajse zgjedhje e parë. Dhe kur them këtë, nuk e them thjesht nga kampi juaj, por në përgjithësi nëse flet në Tiranësit, dhe unë ato që thash në editorial e kam bindje që ndryshe nga në rang kombëtar, në Tiranë opozita ka çfarë ofron. Kur them opozita, Partia Demokratike e para dhe pastaj edhe partitë e tjera. Pse po hezitohet kaq shumë Ilir në zgjedhjen e një figure alternative për Tiranë përballë Manastirliut? Dhe për më tepër, pse po fokusohet më shumë opozita tek çështje të cilat nuk i takojnë asaj? Pasi unë e kuptoj që rrëmuja që ndodhi me Eron Veliajin është rrëmuj në gardin e qeverisjes dhe opozita në çdo vend botës bezipret një rast të tillë. Këtë unë e kuptoj. Por në këtë moment kur pala tjetër cakton emrin pasues, përfaqësuesit e opozitës, zërat kryesorë të saj, publik, mediatik, dalin dhe merren me jo po e mbron kushtetuta, se mbron kushtetuta Eron Velin, ndërkohë që bashkia është djeg spaku 3 herë nga përfaqësues të opozitës. Për shkak të Eron Velis. Po. Pyetja e saktë se deri këtu
jemi dakord me konstatimet. Nëse je dakord me konstatimet, atëherë s'kam çfarë të pyes, nëse je dakord me mua, s'kam çfarë të them atëherë. Çfarë pyetje do më bësh konkretisht që unë pyetja është pse gjithë pse ky qëndrim? Pse nuk mund të ta them pse, sepse nuk e di, se po ta kisha ditë, ta kisha thënë. Po je dakord me këtë me argumentet e mia? Unë kam një parim. Neve në mënyrë të vazhdueshme kishim një mision të qartë, largimin e Erion Veliajt një orë më parë, se kjo është detyra jon, kur shohim një abuzim kaq të madh të Tiranës dhe qytetarëve të Tiranës. Largimi një orë më parë për t'i hap rrugën një procesi dhe absolutisht siç e thatë juve, opozita këto e ka shansin e artë, pra shkarkimin e një kryebashkiaku në këtë rast, një përplasje madhe brenda kampit socialist, një fraksion i madh që mundohet të ruaj fasadën, po aty brenda ne e dim se sa i thellë është, sepse për Shqipëria i grusht është, marrin vesh gjithë gjërat e njëri tjetrit. Po tash është sipërfaqe, me momentin që zoti Velia e çon kushtetuese për përballje direkt me qeverinë. Është dashur të punohet me dy durët, që do të thotë njëra dorë patjetër ka qenë ajo e goditjes. Po. Kryetari i bashkisë u përmendë një sert përmes protestave, përmes shkresave, përmes vendjes para përgjegjësisë, përmes ekspozimit ndaj publikut gjitha bëmave negative të tij e me radhë, e nga krahu tjetër është dash punimi për ekipin për të bërë ndryshimin brenda Bashkisë Tiranë. Tash kjo dorë e dytë me sa duket nuk ka punu aq mirë sa dorë e parë. Se kjo është ajo çka ju bot pyetja, po jo. Do duhet ishte punu më përpara dhe më qëndësisht në këtë drejtim, sepse dije që kjo ditë do vinte. Pra, paktën që me 10 shkurt, mirë, dakord, se neve vitën e kaluam 24, pavarësisht që ne ishim bindur dhe ju e dini se ne kemi folë dhe në këtë studio për këtë që ishte, unë e thashë, ai është vdekje klinike, është thjesht çështje kohe parasetike, nuk mund ta thonte njëri fiks kur do hikte, por me 10 shkurt u kuptoi qartë që hiku. Kur do ishin zgjedhjet, se pranverë, në fakt takonte të bëheshin direkt në pranverë, po se këtë vjesht, se pranverën që vjen çrëndsi ka. Unë i du një orë më parë dhe shpejtësia e përgatitjes duhet për një orë më parë. Pastaj, janë yçkla ligjore këto, jo apelim, jo ankimim, jo... Ajo është një çështje, ato janë diskutime që ecin paralel. Erion Veliaj u ekzekutua politikisht nga Edi Rama. Kjo është e qartë. Tashti neve duhet ta shfrytëzojmë këtë moment, absolutisht. Me një kandidaturë qartë, me një pozicionim, siç e kemi pasur shumë qartë kundër abuzimit të Tiranës dhe drejt një zhvillimi të qëndrueshëm të saj, jo drejt një zhvillimi kaotik, që s'merret vesh se ku po shkon dhe çfarë plani ka. Dhe në këtë drejtim patjetër do duhet të kishim qenë, siç e thoni dhe juve, më përpara me kohën, por këtu jemi, unë kam një parim që flas në tashmen me sy drejtardhmes. Kalumen, patjetër e njoh, patjetër e shoh, por nuk mund të jetojnë të kalumen. Jetoj sot duke pa për të ardhmen. Dhe një orë më parë duhen bërë gati të gjithë elementet për këto fushat elektorale që po vjen, për 2027-ën që do vi gjithsesi janë zgjedhjet të rregullta, dhe janë detyruar ato me ligj dhe kushtetut, që nuk janë vetëm Tiranë, po janë 61 bashki, që nuk janë vetëm me kryetar bashkisë, po janë bashkë me këshilltar bashkiak, dhe kujtoj që këto janë zgjedhjet më të rëndësishme për sa i përket pushtetit që mund të merret në 2029, sepse pa pushtetin vendor dhe gafa e madhe e Partisë Demokratike që mos hyrja në zgjedhjet e 2019 pushtetit vendor dhe patjetër pagun haraçin 2021. Se në këtë botë do e pagush haraçin dhe kjo ndodhi. Që do të thotë, unë kam një vizion afatgjatë dhe shoh 2029 dhe kuptoj çfarë hapash duhet marrësh përpara. Ju e shihni po e sheh partia juaj? Unë jam shumë i sigurt se ju e shihni po e sheh partia juaj këtë? Po, unë kam për detyrë që të përdor çdo mjet për ta bërë që të shihet nëse nuk po shihet. Se këtë edhe këtu çfarë po bëjmë? Jo, këto po diskutojmë dhe po shtym këtë drejtim, sepse gara është 2029, e cila bazohet mbi arritjet që bëhen 2027-ën, e cila bazohet mbi një riorganizim që kërkon Partia Demokratike sot, bazuar mbi analizën e saj, jo kundërshtarëve të saj, po mbi analizën e saj të brendshme, dhe nëse kjo analizë bëhet siç duhet, me dorën zemër, nëse ristrukturimi dhe riorganizimi bëhet siç duhet me dorën zemër për karshi fitores 2027-ën e më pas 2029-ën, jo garantojnë që energjitë janë 8 mëdha brenda Partisë Demokratike. Flokert, po shikoja shifrat, se tu dal pastaj tek ajo fjalia formë pyetëse konkluzive që do ta bëj ty. Po shikoja shifrat e Arlind Qorrit. Në 2023 ai kandidoi edhe vetë për kryetar bashkie, shkoi gati 14.000 vota. Mbi 14.000 vota. Kandidon në zgjedhjet e vitit 2025 merr mbi 20.000 vota.
refuzon ofertë, ka përshtypje edhe të ulët diskutohet, pak të shumë rezulton, ndoshta më korrigjoni ju. Nuk ka pas ofertë për Jo, ofertë për të ullur, për të takuar. Nuk ka pas ofertë për zotin. Okej, ai ka thënë që sepse ai ka paraprirë që nuk do pranonte ofertën dhe Flamuri doli dhe tha me komunistët nuk negocioj. Por nuk ka rëndësi kjo. Nuk ka rëndësi, por ideja është nëse ai kandidon, siç besoj unë do kandidoj, sepse ka atë konsekuencën e tij që disa i quhen komuniste, disa i quhen parimorë, pastaj ç'është këndvështrimi. Absolutisht. Dhe mund të jesh dhe komunist dhe parimor. Po, mund të jesh dhe parimor dhe jo komunist. Se është shumë e çuditshme që nga e majta ai kuptojnë se dy gjërat ndame këto. Po, teorikisht mund të jenë dhe të dyja. Po, pra. Po çështja është, ky shtet kështu si ecën përpara, ne kemi parë në komunizmin se sa parimor ka qenë, prandaj themi sot na duken çuditshme. Po patjetër, po nuk mund të themi dot aty. Dhe nuk mund të jetë një ideologji e përshtatshme për ne, bashkëpunimin, kuptimin e kandidatit përbashkët apo një frontit përbashkët opozitar me këtë forcë. Kjo më duket gjëja që e durë që keni bërë, vetëm mos harroni që në 2011 pa 2500 votat e 2700 votat e Justimi Lloshit nuk ishte afruar dot as barazimi zoti Basha, a? Atëherë, ka apo ka progresion, ka zhvillim dinamik këtu e politikë. Jo, nuk ka lidhje me këtë. Mund ta zgjuar si elektorale në atë moment aty, se ja heq këto 2000 vota, 2500 vota, ku ti ja heq kundërshtarit, zgjuarësia elektorale dhe është tjetër. Jo, si kishte kundërshtari nuk e ftoi kundërshtarin politik e ke. Jo, atëherë. Për t'ja hequr pra kundërshtarit. Ndoshta su përgjigje. Po nuk e kishte. Po, dhe është tjetër gjë komplet të jetë ke kampiot ku vendos objektivat piketat si do bësh fushatën, kur vendos piketat si do bësh programin, ku vendos qeverisjen së bashku me është komplet gjë tjetër kjo. Nuk mund qeverisin bashkë. E çfarë problemi ka me ty? Po vetëm një. Që nëse fliste Partia Demokratike kështu si fleti do të kisha votuar Partinë Demokratike. Gjithë problemi është problemi se pas ke me mu. Jo. Pa rregull, e kisha me thojsa. Ideja është Flogret që një personazh i ri politik si Arlind Qori, nëse ecën në këtë mënyrë, rrezikon që në 2000 pra në nëntor kur pritet mbahen zgjedhjet, marrë edhe më shumë vota dhe përballë të hezitimit të opozitës në 2027 ndoshta të jetë kandidat shumë më serioz për Bashkinë e Tiranës se ç'mund të jetë një kandidat i Partisë Demokratike. Dhe këtu është shikojmë problemi që ka Partia Demokratike sot. Ky lloj hezitimi i pa kuptim, nuk po them pa justifikuar, po i pa kuptim i Partisë Demokratike dhe opozitës, ja ku e kanë zotrinë. Ja ku është, ku diun se, domethënë ideja është si nuk arrin dot të thuan këto emra, ndërkohë që njerëzit e thjesht i thonë. Jo, janë thënë këto emra dhe këtu nis analiza në fakt pse jemi në këtë pikën që nuk ka një emër. Janë thënë këto emra, pra është thënë emri i doktorit që kemi përballë, është thënë emri i zonjës Tabaku, që janë dy njerëzit më të votuar në Partinë Demokratike dhe në rang republike, dhe të vetmit votuar, po do të thuash, se të doktori s'është votuar, dhe këto kanë refuzuar. Në këtë moment e gjithë skema ka rënë. Pra, i është dashur një alibi doktorit për të shmangur çdo lloj ose për një alibi për rezultatin që e pret nesër. Dhe çka ka bërë Sokol? Është shumë e thjeshtë. Ka krijuar një proces. Të kujtohen ato primaret? Identik. Ka krijuar një proces tani ku ka futur edhe doktorin brenda me që nuk pranoi të ishte kandidat Ali Mehmeti dhe duke krijuar procesin e përzgjedhjes kandidatit, eventualisht nesër, kur rezultati të jetë dramatik, siç pritet të jetë dhe siç sondazhet që un kam parë tek ju e tregojnë, doktori thotë nuk ishte kandidati im. Ishte kandidati negociuar me opozitën e bashkuar. Janë bërë negociata me të gjithë aleatët dhe me të gjitha partitë dhe mos qofshim aleat dhe kemi konkluduar te ky emër. Liga e parë e emrave Sokol ka refuzuar të kandidojë, sepse janë smart, janë zgjuar. Në qoftë se Ali Mehmeti do shkonte dhe të garonte nesër, siç i nderuari ka deklaruar në një studio tjetër që nuk është ushtria gati dhe në qoftë se generali është gati, pra për veten, në një farë mënyre, ky e dinte që ky do ishte ta kapësh dhe ta hedhësh në zjarr politik, ndërkohë që ai është njeriu më i votuar dhe ai mund ta aspirojë shumë më lart se sa thjesht që një kandidat. Kandidati tani përballë Ogerta Maraseliut mund të jetë një nga Liga e dytë, i cili në CV-n e tij do fusi dhe faktin që kam kandiduar për Bashkinë e Tiranës. Do është rritje. Për shembull, ku diun, Dorteliti. Ishte rritje nga antar këshilli, do ishte kandidat, do faktorizohej. Në këtë kuptim, këta po e bëjnë procesin jo për gjetur emrin më të mirë. Emrat e tyre të mirë kanë refuzuar. Është përmendur dhe emri një zonje të nderuar, Elira Çepani për shembull. E kupton?
Po më thanë që ata e kanë sulmuar ashtë për kur do lejër me saj. Po pa tjetër më e kanë futur me Sorosin në çfarë nuk i kanë bërë, e kupton, po sa herë përmendën emra që eventualisht mund t'i japi një peshë, direkt, ose disa e sulmojnë nga brenda, ose disa tjerë postojnë nga jashtë. Emrat pastaj të brendshëm që kanë vota nuk futen në garë. Dhe Arlind Qori, duke patur këtë handikap brenda opozitës, sigurisht që Arlind Qori po është si Ali Mehmeti. 20.000 vota njëri, 20.000 vota tjetri. E kupton? A i futet në garë, merr 25.000, dhe fati i keq e dikush është, që a i nuk i merr më vota Parti Socialiste. Jo, s'merr nga më. Edhe unë të bindje. Sepse a i ka 13... Marrë votat opozitare, cilat duan pa tjetër shprejnë... Eksakt, se a i ka 13 vjet në opozit. Nuk është se erdi në opozit, dje a i doli nga qeveria me Ramën dhe po merr një llokëm nga aty. Kështu që në këtë kuptim, nuk ka pa diskutim ç'bën doktori që është në grupin negociator, sigurisht, dje ka dalë, unë e kam informacion nga brenda grupit, por nuk e dija ka qenë doktori, është përfolur dhe emri Pano Sokos, nënkryetari i nismës Shqipëria bëhet, po, ka ikur, është dhe ai emër në tavolinë, sepse sipas kritereve duhet të jetë opozitar publik me një lloj kontributi